Shqipëria në raport me shërbimin shëndetësor që u garanton qytetarëve të saj, rënditet me vendet e botës tretë, rënditet në vendet në të cilin qytetarët paguajnë gjobën më të madhe në Europë, por dhe në një ndër më të lartat në botë për kujdesin e tyre shtetësor, ndërkohë që Edi Rama, i cili 12 vite më parë erdhi në pushtet me premtim solem për shtetësi falas, sot merret me çdo gjë tjetër, por jo me dështimin madhor, me pasoja shumë të rënda, qindra mijëra jetë njerëzish në kujdesin shtetësor. Sot shqiptarët vdesin nga smundjet e zemrës 2 herë më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Të njëjtat shifra janë për smundjet malign, shifrat e vdekshmërisë foshnjore në Shqipëri janë, ose kjo vdekshmëri është 3 herë më e lartë se sa në Malin e Zi dhe në vendet përreth. E vërteta është se Shqipëria përballet me një farmaci apo me një furnizim me ilaçe të cilësisë më të dobët dhe më të pa efektshme, më të pa vlerë. Rikujtoj këtu se një ligj që u garanton të shqiptarve ilaçe të një cilësie me vendet e anëtare të Bashkimit Evropian, ligj sipas të cilit në Shqipëri nuk mund të tregtoheshin ilaçe që nuk tregtoheshin së paku në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian, pra të miratuara nga enti Europian i ilaçeve, i kontrollit të barnave. Ky ligj u zhduk u zëvendësue me ligjin Nushi-Doshi dhe sot shqiptarët blejnë në farmacitë e tyre ilaçe jashtë të gjitha standardeve. Kompanitë e mëdha braktisën njëra tjetrën Shqipërinë. Dëshmira tragjike kanë ardhur në mënyrë të vazhdueshme për gjendjen katastrofale në spitalin e onkologjisë. Ky spital, në vend të ishte një institucion shprese për të smurë që me heroizëm luftojnë forma të ndryshme të këtyre smundjeve, faktikisht është një stre ku njerëzit nuk vdesin nga smundja, por nga mungesa e ilaçeve për mjekimin e smundjes. Në këtë spital, për 3 vite, janë lanë jashtë funksioni aparaturat jetike të radioterapisë, brakiterapisë për mjekimin, trajtimin e formave të metaplazive të gjirit. Në këtë spital, aparatura tjera jashtëzakonisht rëndësishme diagnostike dhe kurative janë lanë për vite jashtë funksioni. Në këtë spital, siç është raportuar,
të smurve u jipen ilaçe të cilat nuk janë të përshtatshme për formën e sëmundjes që kanë, ose e njëjta dozë ndahet në 3 doza sepse ilaçet mungojnë masivisht. Kjo gjendje nuk është vetëm në spitalin onkologjik. Për fat të keq, kjo gjendje është dhe në spitalet tjera publike, ku një i smur, i cili pson një tromboz karotide në arterien që ushqen trurin, diagnozën mund ta bëjnë në spital publik, por heqjen e trombit dhe shpëtimin nga smundja detyrohet ta bëjnë në spital privat, detyrohet që të paguajë. Është krijuar pra një marrëdhënie çnjerëzore në dëm të smurve në sektorin publik, midis sektorit publik dhe sektorit privat. Ligje janë miratuar në përputhje me interesa mafioze dhe në kundërshtim me shtetin, me interesat e shtetit qytetarëve. Buxheti për shtetësinë është disa herë më i ulët. Është 14 herë më i ulët se sa në Gjermani. Por Gjermania nuk është një vend me të ardhura 14 me rroga 14 herë më të larta se Shqipëria. Është një buxhet krejtësisht i pamjaftueshëm. Është 2-3 herë më i ulët se në vendet përreth. Partia Demokratike konsideron emergjencë programin për kujdesin shtetësor shqiptarëve. Në këtë kontekst, ajo në aktin e parë, në buxhetin e parë do të dyfishojë buxhetin për shtetësinë. Në programin e saj, Partia Demokratike do të garantojë në mënyrë të padiskutueshme ilaçe të cilësisë që përdoren në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duke ndaluar me ligj futjen në Republikën e Shqipërisë të çdo medikamenti që nuk është përdorur dhe që nuk përdoret në 2 vendet Bashkimit Evropian. Partia Demokratike konstaton se sot numri shtretërve për frymë është 2 herë më i ulët se sa në vendin e Bashkimit Evropian. Numri mjekëve për frymë po shkon 4 herë më i ulët. Në këtë kontekst, shtimi i mjekëve, hapja e një fakulteti të dytë mjekësie, me qëllim për të kapur sa më shpejt standardin evropian në mjek për frymë, rikonstruksioni apo ndërtimi i spitaleve të reja, do t'jenë objektiva imediate të Partisë Demokratike. Por sistemi shtetësor, i cili nga të gjitha sistemet ka hapësuar hemoragjinë më të madhe në mjek dhe infermier, nuk do mund të qëndrojë pa dyfishuar rrogat e mjekëve dhe infermierëve në Shqipëri. Si kusht themelor që në Shqipëri mjekët të qëndrojnë
që në Shqipëri sistemi shtetësor të mos të ndalohet kjo rrëkullisje e madhe që ka. Ndaj dhe dyfishimi i menjëhershëm, dyfishimi i rrogave, do të jetë objektivi i parë dhe kryesor në ndërhyrjen tonë për sistemin e shtetësisë. Raportet e reja ligjore do vendosen midis sektorit privat dhe sektorit publik. Qeveria do ruaj marrëdhënie vetëm me sektorin privat, jo profit, non-profit. Ndërsa me sektorin tjetër, sigurisht që do lejoj aktivitetet e tyre, por nuk do mund të përfitojnë nga aktivitetet, prokurimet në sistemin shtetësor. Kartela digjitale dhe digitalizimi i saj do të jetë themel i reformës që ne ndërmarrim. Themel i reformës. Shqipëria është vendi i vetëm ku nuk ekziston kartela digjitale, por ekziston kartela një lloj si e fillimit të shekullit 20. Çdo gjë ishte e përgatitur. U la vetëm zbatimi i saj. Gjithçka u rrokullis këto 12 vite. Dhe mbetëm ose u kthyem mbrapa. Pra, një reformë e thellë, shpejtë dhe gjithanshme, në të cilën ka një synim dhe vetëm një synim. Rritja e shpejtë e cilësisë shërbimit shtetësor për qytetarë shqiptar dhe ulja drastike e barrës financiare të tyre në kujdesin shtetësor. Kjo barë sot shkon në 60% në një kohë kur në Gjermani është 12%. Në Itali është 21%. 60% është më të lartat në botë. Dhe e tëra është korrupsion. Do anullohen me njërë të gjitha partneritetet qeveritare në shtetësi, funde krye korruptive. Do vjen para ligjit të gjitha ata që u pasuruan mbi jetët e të smurëve shqiptarë. Unë jam optimist se me vendosmëri, me dyfishim të buxhetit, me përfundim të reformës, zbatim të reformës, tashmë të përfunduar, ne do i dyshojmë vërtet do të realizojmë një shërbim shtetësor në cilësorin që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Faleminderit.